Qyteti i vogël i naftëtarëve Kuçova, i njohur dikur kryesisht për industrinë e naftës, është duke u shndërruar vit pas viti në një pikë tërheqëse turistike për vizitorët vendas dhe të huaj që vizitojnë qarkun e Beratit. I pozicionuar në një guack të qetë natyrore dhe i pajisur me një histori të veçantë industriale e kulturore, Kuçova po fiton një profil të ri fal investimeve të fundit në infrastrukturë, parqe dhe monumente historike nën kujdesin e posaçëm të kryebashkiakut Kreshnik Hajdari. Qyteti ruan gjurmët e periudhës së pushtimit italian, kur filloi edhe shfrytëzimi i naftës shqiptare. Kjo trashëgimi e ka kthyer Kuçovën në një qendër unike të arkeologjisë industriale dhe një destinacion ndryshe për ata që kërkojnë një përvojë më autentike. Kuçova ofron për turistët Muzeun e Aviacionit Shqiptar që ndodhet pranë një aeroporti ushtarak të ngritur në vitet 70, parkun më të veçantë në Shqipëri me shkallaret më të gjata në vend, plot 137 shkallë, destinacione të trashëgimisë kulturore dhe fetare si kishat e Perondis dhe Kozarës, kulinari lokale të veçantë dhe peizazhe natyrore që përfshin lumin që përshkon zonën. Sot Kuçova nuk është më thjesht një qytet i industrisë, por një pikë referimi në guida turistike të kompanive që ofrojnë ture alternative për grupe që kërkojnë histori, arkitekturë, natyrë dhe traditë. Kamera e televizionit Apollon ju drejtua Klodiana Mistos, drejtoreshës së kulturës pranë Bashkisë Kuçove, e cila theksoi se qyteti ka burime të pasura për turizmin ditor dhe të fundjavës dhe se vizitorët largohen gjithnjë të surprizuar nga thesaret e fshehura që ofron kjo bashki e vogël, por me vlera të mëdha historike dhe njerëzore. Kuçova është një destinacion i qetë, me histori të pasur, me natyrë gjelbëruar dhe trashëgimi interesante. Për gjithë vizitorët që dëshirojnë të largohen nga destinacionet masive turistike, Kuçova ofron një përvojë autentike dhe mjaft relaksuese. Nga të gjithë, identiteti i qytetit lidhet ngushtë me historinë e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës si dhe me bazën ajrore. Megjithatë, ofron mjaft potenciale natyrore për zhvillimin e turizmit kulturor. Mund përmend këtu kanionet e Sinecit, i cili ka dhe statusin e monumentit të natyrës. Janë dy monumentet e kulturës, kisha e Ungjëllëzimit në fshatin Kozare, kisha e Shënkollit në fshatin Perondi, kisha e cila mendohet jetë ndërtuar në shekullin e 10, çka është një shprehje e arkitekturës bizantine. Patjetër që do të gjende një pritjen e banorëve, kulinarinë edhe mjaft potenciale të tjera ku do ta gjejnë veten mirë gjithë turistët që do të vizitojnë qytetin tonë. Cilat janë prioritetet e Bashkisë Kuçovë për të ardhmen për turizmin? Atëherë, në prioritetet më kryesore të bashkisë sonë në lidhje me turizmin janë mbështetja, ruajtja dhe zhvillimi i gjithë kapaciteteve dhe aktorëve dhe institucioneve që janë në fokus për zhvillimin e një turizmi sa më cilësor. Në projektet më të afërta janë rikonceptimi i bulevardit qendror, në krah të cilit gjenden kodinat italiane, të cilat dëshmojnë për një zhvillim shumë të hershëm kulturor në qytetin e Kuçovës. Po kështu projekt tjetër është edhe ndërtimi i Muzeut të Naftës dhe Aeronautikës, ku do të dëshmohet gjithë historia e industrisë nxjerrjes dhe përpunimit të naftës, mënyra e jetesës, mjetet e punës, zhvillimet teknologjike e të tjera. Ne duam të shfrytëzojmë pozicionin gjeografik që qyteti ka, duke qenë se është vetëm një orë larg nga Tirana, pak kilometra nga Berati, duke u fokusuar tek zhvillimi i turizmit industrial, te zhvillimi i turizmit ditor. Faleminderit.